Cili nga liderët e më poshtëm ju jep më shumë besim? Shohem se çfarë kemi. Edi Rama dhe Sali Berisha, përkatësisht 46 me 35%, rritje Edi Rama nga 3 pikë përqindje dhe rënje me 1 pikë përqindje Sali Berisha. Këthupi, ku ti beson më shumë? Nga këta dy? Po, vetëm nga këta dy, e ke kategorike. Këta të dyja njësoj. Njëri kandidon... Po ti besosh njëri, do të besosh e tjetri. Njëri kandidon për mandatin e 4, njëri kandidon për mandatin e 4 dhe ka gjysmën e kabinetit qeveritar në hetim nga Spaku. I dyti kandidon për mandatin e 5, po, e korrigjove. Po i referohen Flogertit. Su tha Flogertit 5-in, për mua është i 5 e gjysmë, se po të përfshish dhe Ilir Metën brënda, bëhen 5 e gjysmë. Po i referohen i 5. Jo, me Ilirin bën 7, Iliri ka qenë njëherë me njërin, njëherë me tjetër. Po flasë për mandate, jo sa herë është bërë kryeministër. Dhe ky përveç se njësoj si Rama nuk ka gjysmën e kabinetit qeveritar në hetim nga Spaku, por ky është vetë në hetim nga Spaku, ka kryetarin e partisë së dytë që ka në koalicion e ka në burg, po prap nga Spaku, kryetarin e partisë së tretë që ka në koalicion e ka në hetim, po prap nga Spaku, që kur thua se kë beson nga këto dy nuk shkoj fare të votoj. Po që për këta dy nuk e marë fare mundimin të opcionin nuk... Do ta djegësh votën. Oke, interesante. Zoti Karaj, për ju, do shkoni të votoni apo jo? Apo do t'i besoni një nga të dyve? Jo, do shkoj të votoj. Okej, dhe i beson kujt? Pra, në më thënë, mund të shkoj të votoj dhe ta bëj votën pavleshëm, po për të votuar do shkoj të votoj. Okej, por në rast se voton për të zgjedhur? E detyrim qytetar gjithkund që të shkoj të votoj, pavarësisht votës që duhet japim. Në që se jam i detyruar për të zgjedhur, më mirë zgjedh Sali Berishën se sa një person si Edi Rama, i cili e ka degraduar këtë vend në mënyrën më tragjike të mundshme. Okej, Poli, je i detyruar të shkosh të votosh. Këtë do zgjedhësh? Po tjetë për... Je i dënuar për të shkuar për të votuar. Po shumë si që është bërë sondazhi këtu, do të gjoj thirrjen e Edi Ramës, më mirë mos dil fare që bëri sot. Jo pra, po je i detyruar tani, e kemi detyrim. Më ka dhënë pistoletën te koka? Jo, je i dënuar, s'ka, është vendimi formës prerë. Kur të bëhet, tani kjo njërë është një pyetje që duhet kishte edhe alternativat. Sepse është gjithë ajo strategjia, tani unë nuk dua të paraqygoja, sondazhet. Tani kur flasim për dy kryeministra, kandidat për dy kryeministra. Edi Rama dhe Sali Berishës, se shumë bukur janë aty që sikur në Shqipëri janë vetëm këta të dy. Më fal, por janë dy kandidatët për kryeministra. Po tani këtu pyetja është besimi. Nuk është këtë do doje kryeministër. Këtu është pyetja për besim. Këta janë dy njerëz të cilët të dy kanë punë me drejtësinë, të dy janë mashtrues, sepse janë vërtetuar, kanë 20 e ca vjet. Kanë provuar, do më thënë, të gjitha mundësit, gjitha mashtrimet, kanë premtuar ujë, kanë premtuar prona, kanë premtuar Shqipërin, njeri thoshte si Borbarda, tjetëri do të besi Zvicra, të dy janë mashtrus nga pikpamja elektorale, çfarë besimi të kesh, të dy janë për në burg. Unë them t'i varin, biles. Jo, janë për në burg si pas asaj drejtimit që kanë marrë në Spak. Oke. Si besim. Rije dhe e lëshon në një muqa. Po tani... Jepi muqa. Ti jepu besim. Poli mi mirë kupon. Jo, më falë, Marcela, nuk duhet ta pyesësh Flogertin për këtë, sepse ai e dha votën e tij për Shqipërinë madhështore. Po. Në fakt, tani s'ka kuptim. Do ta kursej ca sekonda. Kjo është pyetja më brillante, domethënë që ja vetmja pyetje që po vën në sikletë. Unë kam shumë sikletë. Jepi Flogert. Shumë sikletë. Po studiersi të Flogert. Unë kam një pyetje për presidentin. Po. Tani shaj pyetjen. Jo, s'do shaj pyetjen, jo. Unë do të detyron pyetja tani, jam i përgjigje. Nëse e ruani prit pra. E ruani, prit pra për presidentin, jo për presidentin e Partisë Lirisë, për presidentin e Republikës. Zotin Gjeliuta, po. Do të thonë, ruhet anonimati i të intervistuarve, apo do i nxjerrim emrat sheshit, se Marcela po na kërkon vetëm në gjë të fshehtë që kemi në këtë jetë, se tjerat ne i ka marrë... Po ti kanë marrë patronazhistat, ti kanë marrë patronazhistat, ja, po të kemi kohë. Edhe për kë voton. Ja ta pyesi me qënë se e kemi. Zotë Gjeliuta. Do kënë frikë të... Ka një pyetje, kolegu Muqa. A ruhet anonimiteti i të intervistuarve? Sigurisht, në të gjitha sondazhet, pra të intervistuarit mbeten anonim, në të gjitha sondazhet bëhet kështu. Okej. Ju faleminderit. Mirë, me zotin Gjeliutë dua të qëndroj. Jo, kam edhe Kreshnikun, të lutem një pyetje për të njëjtën pyetje. Kreshnik? Po.
Kreshniku Rama nuk apo voton. Berisha? Kreshniku nuk Jo. voton. E para që Abstenim. nuk votoj dhe e deklarova pa diskutim. Okej. Por unë mendoj që ajo që na intereson ne është Po? çdo kënd që të pyesësh, nëse shqiptarët votojnë Ramën apo Berishën, sigurisht që gjysma shqiptarëve nuk duan as Ramën as Berishën. Po mes Ramës dhe Berishës, çdo shqiptar e kupton që Rama votohet më shumë se Berisha. Okej. Po desha ju jap dhe arsyet pse. Ta them shkurt. Po, me një fjali të lutem. Sepse Berisha në tërsinë e vet votohet vetëm veriun e Shqipërisë. Në Shqipërinë e mesme dhe në jug, ku është numri më i lartë i popullsisë dhe ku provohen më shumë deputet, Berisha është i padëshirueshëm. Dhe Okej. në tërsinë e vet mes këtyre dy të këqijave, absolutisht për shqiptarët, nuk them për mua. Për mua janë të dy të këqija njësoj, po e keqja më e vogël për shqiptarët konsiderohet Rama, jo Berisha, dhe për aq më tepër, në ditët e sotme çdo kush e kupton që e vetmja patericë e Edi Ramës ka një emër, Sali Berisha. Okej. Pas 12 maj çdo kush do e kuptoj që ajo është paterica që e mban pushtet. Në rregull. Lutem me presidentin Xhiliu